Nxënësit Florian Siçani dhe Eris Frangu vendosën javën e kaluar stikerët me kodet QR në pllakat e varreve të dëshmorëve, duke digitalizuar biografitë e shkurtra të heronjeve të luftës për liri. Projekti i tyre u mbështet nga komuna e Ferizajt, shoqata e familjeve të dëshmorëve dhe ajo e veteranëve të luftës. Digitalizimi të dhënave të përmbledhura të Drejton Islamit, të njohur me nofkën e luftës Toni, i ka pëlqyer edhe nipit të tij që e mban emrin e dëshmorit. Për neve është diçka shumë e mirë, është një iniciativë dy djemve të ri që mendoj që e kanë bërë diçka prej vetvetiu që ju ka ardhur me bo, është diçka që kanë ndesh me kontribu në faktin që me pas një mënyrë kur edhe mas shumë brezave, edhe me një tardhme të largt me mujt njerëz me mësu për heroizmat e tyre, sepse normal që edhe familje mas familje përcillet mirë, po kur shkoj me një mos më të madhe, padyshim që ka është i djem të ri që kanë qef me ditë çka është me të vërtetë heroizmi, se ky është një heroizëm real, diçka që ka ndodhur te na. Edhe Luan Jahiri, bashkëluftëtar i Tonit, e ka përkrahur projektin, duke bërë të ditur se edhe dega e OVL-s së UÇK-s në Ferizaj ka nisur projektin për krijimin e një webfaqe të veçantë me të dhënat jo vetëm për dëshmorët, por edhe lokacionet e rënies së tyre dhe për lapidarët në komunën e Ferizajt. Edhe do të jetë e plotësuar me gjitha informacionet për Ferizaj. Besoj që deri nga fundi vitit, pe vitit tashëm nuk do të ketë më nevojë askush na thirrët na vet për diçka. Do të ketë gjitha informata në webfaqet të organizatës së veteranëve të luftës, edhe do ta plotësojmë me gjitha donat. Ai ka thënë se në webfaqen e re do të ketë hapësirë të veçantë për biografitë të gjithë veteranëve dhe të invalidëve, por edhe histori të familjeve të tyre. Kemi filluar me histori nga invalidët e luftës, që secili do ta përshkruan atë veten si ka ndodhur plagosja e tij në luftë. Në kodër të kësaj janë edhe dhënat që do t'i përmendim ata. Po pastaj do të fillojmë edhe ne, si veteranë që kemi qenë drejt për drejt, me bashkëtorët, në përbeteja të ndryshme, do të shtim historik të shkurtër, dhëna të shkurta për secilën betejë që kemi qenë. Islami Jahiri u kanë bërë thirrje familjeve të dëshmorëve dhe të invalidëve e veteranëve të luftës që t'i ndihmojnë të dy projektet me qëllim që të pasurohet sa më shumë historia e luftës së fundit.